Islamin mainstream e konsiderojnë fe të lindjes. Thuati se Jezu Krishti pas ka lindur në Bruksel. Po, kjo është një nga ato sistemi argumentet e lodhta të islamofobisë shqiptare mbi plardhjen lindore ose orientale të islamit. Në realitet gjitha religionet botërore, me ndikim botëror, origjinën e kanë nga lindja. Kështu që gjithsesi edhe judaizmi edhe krishterimi ka lindur në lindjen e mesme, ka lindur në Azi, ka lindur në lindje. Për më tepër, kur e përdorin si argument të origjinën lindore të islamit, si argument pse ndërsa ne jemi popull occidental, është e çuditshme për shembull për te, përpos kësaj standard dyfish në lidhje me krishterimin, është edhe ajo që kohëve të fundit është bërë trend tek disa të një të rinj kryesisht, por ndërsa edhe tek moshës themi 40-50 vjeç të disa. Është paraqitur edhe një ndikim interesant asaj që quhet spiritualizmi lindor. Do të ku përfshin edhe ato aspektet budiste, ndoshta edhe hinduse, konfucioniste, yoga. Edhe për shembull në Tiranë para pak vitesh pat ardhur një guru indian, edhe askush se problematizoi këtë, askush se problematizon për këtë ndikim nga lindja, për këtë pse te disa është bërë trend dëgjëre nga këto filozofitë ose religionet orientale, që janë mijëra kilometra larg Mekës e Medinës për nga vjen Islami. Ndërsa për Islamin bën gardian shumë të fortë të asaj që Islami që ka më origjinë nga lindja. Dhe me thonë, është shumë argument i dobët, është qartë as i lezueshëm që nuk bëhet fjalë për argument të sinqert, që si i tillë nuk ka logjik, sepse nëse diçka vjen prej këndej ose andej, fillimisht anët kardinale të botës lindja perëndimi, ato janë të vendosur arbitrarisht, ato për natyrën ato nuk ekzistojnë. Sot diku lind diell, diku perëndon, ajo nuk është më rëndësi për diellin e për tokën, por edhe si argument nuk vlen, sepse nëse diçka vjen nga lindja, kjo nuk do të thotë se shkon kundër aspiratave proprodimore të popullit shqiptar, sepse në fundit për shembull edhe Nintendo dhe PlayStation origjinën nga lindja kanë, nga Japonia. Është tash për shembull rinia kamera K-popin, do të thonë muzikën koreane, askush se problematizon këtë. Ama kur vjen puna tek religioni i shumicës së shqiptarëve bën shumë gardian të fortë të identitetit përndimor dhe bën një barrierë të fortë për ato që quajnë ndikimin nga lindja. Shumë e vërtetë. Çka është më interesant, vendlindja e Jezu Krishtit Betlehemi është në Palestinën e sotshme. Po, dhe atje kryetari e komunës me ligj duhet të jetë një krishter, dhe pse tash më shumicë nuk janë krishterë, për shkak se rezultati e rrethonave që kanë ndodhur atje, krishterët e kanë lënë, palestinët krishterët shumë janë larguar. Por me ligj duhet të jetë krishter, kryetari i komunës, dhe ata janë një patriot të flakt të kauzës palestineze, gjë që shumë dhe muslimanët dhe shqiptarë nuk e dinë këtë fakt, që ai nuk duhet të jetë argument për të qenë në anën e së drejtës, por që nëse atje keni problemin, duhet ta keni parasysh që në të vende ku e ka origjinën edhe krishterimi, ajo ngjarjet që i prekin muslimanët palestinezë, palestinezë muslimani i prekin edhe bashkëkombasit dhe si vëllezërit e tyre krishterë. Po si vjet edhe Krishtlindjet nuk lejuan shteti okupator Izraelit
që të festohen. Po, në thënë, si pjesë e dashurisë së madhe krishtere që e kanë për botën palestinat krishterë, që e mishrojnë dhe për cilën kam respekt të thellë, është edhe them jo bojkotim, por mos festimi në mënyrë klasike i Krishtlindjes, por kufizimi i saj vetëm në ritualet fetare, madje në ritualin fetar kanë bërë diçka me motiv me ngjarjet aktuale, duke e bërë një diorama, apo si quhen ato saktë, do të thonë një Jezusin e kanë vendosur beben Jezus në një sistem gërmadhash prej gurit dhe tullash. Do të thonë sipas në shenjë solidarizimi me vëllezërit e tyre në Gaza.